Nuk e kërkova fjalën për këtë, e kërkova për sqaruar faktin që raportimi i Këshillit Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit evropian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korrespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Secili përgjigjet sipas përgjegjësive kushtetuese që ka përpara kuvendit të Shqipërisë. Dhe nuk mundot që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht, edhe në draft rezolutën që do miratojmë, e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë, dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndodh në asnjë vend botës që kryeministri të vijë në kuvend që nga nisja e kësaj legislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri i përkatës për votat në kuvend. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Ka ardhur ku do mbronte Belinda Ballukun në kuvend, ka votuar kundër drejtësisë, erdhi edhe seancën tjetër se i duheshin 84 vota të Aulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe të japë llogari në seancë plenare, aq më